Është debat për mënyrën se si ne e shohim të ardhmen e vendit tonë. Është për një pyetje shumë më të madhe. Çfarë Shqipërie duam të lëmë fëmijëve tanë? Sazani, tokë e shqiptarëve. Për ditë me radhë, në Tiranë janë mbledhur qindra qytetarë. Të rinj, prindër, student, artist, njerëz të zakonshëm, njerëz që ndoshta nuk janë marrë kurrë me politikë, njerëz që nuk kanë dalë shpesh në protesta, por kësaj radhe kishin një arsye. Ata dolën për nartën, për zvërnecin, për lagunën, për flamingot, për natyrën. Për një pjesë të Shqipërisë që sipas tyre duhet të mbetet e paprekur. Në pankartat e tyre shkruhej: Shqipëria nuk shitet, zvërneci nuk preket, ruani natyrën. Dhe ndërsa debati për nartën dhe zvërnecin vazhdon, një emër tjetër po përmendet gjithnjë e më shpesh: Sazani. Një ishull që për dekada ishte pothuajse i harruar nga shumica e shqiptarëve, një ishull i mbyllur, një ishull misterioz, një ishull që për shumë vite ekzistonte vetëm në hartë dhe në kujtimet e atyre që kishin shërbyer aty. Por sot, ai është rikthyer në qendër të vëmendjes. Dhe pyetja që shumë shqiptarë po bëjnë është e thjeshtë: apo hyjmë në një epokë të re për pasuritë natyrore të Shqipërisë, apo po rrezikojmë të humbim vende që kanë mbijetuar të paprekura për dekada? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta, sepse askush nuk është kundër zhvillimit, askush nuk është kundër turizmit, askush nuk është kundër përparimit, por shumë njerëz po pyesin: ku është kufiri? Deri ku mund të ndërtojmë? Deri ku mund të ndryshojmë natyrën? Deri ku mund të prekim vende që janë pjesë e historisë sonë? Dhe pikrisht këtu fillon historia e Sazanit. Sepse Sazani nuk është thjesht një ishull, ashtu si zvërneci nuk është thjesht një pyll me pisha, ashtu si narta nuk është thjesht një lagun. Këto vende janë pjesë e kujtesës sonë, janë pjesë e asaj që jemi, janë pjesë e Shqipërisë. Kur flasim për nartën, nuk flasim vetëm për flamingot, flasim për një ekosistem unik. Kur flasim për zvërnecin, nuk flasim vetëm për një ishull të vogël me manastir, flasim për histori, për traditë, për identitet. Dhe kur flasim për Sazanin, nuk flasim vetëm për një copë tokë në det. Flasim për ishullin që për dekada ruajti hyrjen e Shqipërisë. Flasim për një vend ku historia është e shkruar në çdo bunker, në çdo tunel, në çdo rrugë të braktisur, në çdo ndërtesë që ende qëndron përballë erës dhe kripës së detit. Ndoshta për këtë arsye, shumë njerëz po e shohin debatin për Sazanin si pjesë të njëjtit debat që nisi me nartën dhe zvërnecin. Një debat që në thelb nuk është për një projekt, nuk është për një kontratë, nuk është për një investitor, është për një pyetje shumë më të madhe: çfarë Shqipërie duam të lëmë fëmijëve tanë? Një Shqipëri ku çdo cep i Brengdetit është mbuluar nga betoni,
Apo një Shqipëri që arrin të zhvillohet duke ruajtur atë që e bën të veçantë? Kjo është pyetja që dëgjohet sot nga Vlora në Tiranë, nga Narta në Zvërnec, nga Karaburuni, deri në Sazan. Sepse këto vende janë më shumë se sa pika turistike. Ato janë kujtesa, janë histori, janë trashëgimi, dhe mbi të gjitha, janë pjesë e identitetit tonë kombëtar. Sot do të udhtojmë drejt Sazanit. Do të zbulojmë historinë e tij, misteret e tij, rëndësinë e tij strategjike, bukurinë e tij të egër dhe arsyen pse ky ishull i heshtur është bërë simboli një debati që po prek zemrën e shumë shqiptarëve. Sepse ndonjëherë një ishull nuk është thjesht një ishull, ashtu si një lagun nuk është thjesht ujë, ashtu si një pyll nuk është thjesht pemë. Ndonjëherë ato janë kujtesa e një kombi. Dhe kur një komb ngrihet për të mbrojtur kujtesën e tij, ai nuk po mbron vetëm të kaluarën, ai po mbron edhe të ardhmen. Në hyrje të gjirit të Vlorës, aty ku Adriatiku takon Jonin, qëndron një ishull që për shumë vite ishte i fshehur nga sytë e shqiptarëve. Një ishull që shfaqet i qetë në horizont, por pas asaj qetësie fshihet një histori e jashtëzakonshme. Sazani është ishulli më i madh i Shqipërisë. Nga larg mund të duket si masiv shkëmbor i zakonshëm, por pozicioni i tij ka qenë aq i rëndësishëm sa për shekuj të tërë fuqitë e mëdha kanë kërkuar ta kontrollojnë. Kush kontrollonte Sazanin, kontrollonte një nga rrugët më të rëndësishme detare të Mesdheut. Prandaj historia e tij nuk fillon me Shqipërinë moderne. Ajo fillon shumë më herët, që në kohët e lashta, anijet romake kalonin pranë brigjeve të tij. Më vonë erdhën venecianët. Më pas perandoritë e mëdha që sunduan Mesdheun. Të gjithë e kuptonin rëndësinë e këtij ishulli të vogël. Por periudha që la gjurmët më të mëdha në Sazan ishte shekulli i 20, sidomos vitet e luftës së ftohtë. Ishte koha kur bota jetonte me frikën e një lufte të madhe, kur vendet ndërtonin baza ushtarake, kur ushtrit përgatiteshin për skenaret më të këqij, dhe Shqipëria nuk bëri përjashtim. Sazani u shndërua në një fortesë. Tunele gjigante u hapën në zemër të malit. Depo armësh u ndërtuan nën tokë. Qindra ushtar shërbyen në ishull. Bunkeru ngritej në pika strategjike. Çdo lëvizje në det monitorohej. Çdo anije që kalonte në horizont vëzhgohej me kujdes. Për dekada me radhë, Sazani ishte një nga vendet më të mbrojtura në Shqipëri. Shumica e qytetarëve nuk mund ta vizitonin, madje shumë prej tyre nuk dinin pothuajse asgjë për të. Për ta, Sazani ishte një mister. Një ishull fantazëm, një vend për të cilin dëgjoje histori, por që nuk mund ta shihje nga afër. Ndërsa pjesa tjetër e vendit ndryshonte, ishulli mbetej i izoluar, por pikërisht ky izolim bëri që natyra e tij të mbijetonte. Për dekada të tëra, nuk pati ndërtime masive, nuk pati urbanizim, nuk pati presion turistik. Deti mbeti i pastër, gjiret mbetën të egra, shkëmbinjt mbetën të paprekur, dhe natyra vazhdoi të lulëzonte. Sot kur viziton Sazanin, të duket sikur po hyn në një botë tjetër, një botë ku historia dhe natyra bashkëjetojnë. Nga njëra anë sheh tunele ushtarake, nga ana tjetër sheh ujëra kristal të kthelta. Nga njëra anë sheh ndërtesa të braktisura, nga ana tjetër sheh peizazhe që duken sikur janë dalë nga një dokumentar i Mesdheut. Është e vështirë të gjesh një vend tjetër në Shqipëri, ku historia dhe natyra përzihen në këtë mënyrë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse kaq shumë njerëz ndihen të lidhur emocionalisht me të. Sepse Sazani nuk është vetëm një destinacion, ai është një dëshmi e historisë sonë, një dëshmi e asaj që kemi trashëguar. Por sot ishulli ndodhet përballë një kapitulli të ri. Për herë të parë pas shumë dekadash, vëmendja nuk është më tek bunkerat, nuk është më te mushtria, nuk është më te mbrojtja. Vëmendja është te ardhmja, te projektet, te investimet, te zhvillimi. Dhe pikërisht këtu fillon pyetja që po bëjnë mijëra shqiptar. A mund të zhvillohet Sazani pa humbur shpirtin e tij? A mund të ndërtohet pa u shkatruar ajo që e bën unik? A mund të përfitojë Shqipëria ekonomikisht duke ruajtur njëkohësisht historinë dhe natyrën? Këto janë pyetje që ende nuk kanë marrë përgjigje. Por një gjë është e sigurt. Ashtu si Narta, ashtu si Zvërneci, edhe Sazani nuk është thjesht një vend në hartë. Për shumë shqiptar, ai është pjesë e identitetit tonë, pjesë e historisë sonë, pjesë e Shqipërisë. Dhe për këtë arsye,
Debati për të nuk është thjesht një debat për një ishull. Është debat për mënyrën se si ne e shohim të ardhmen e vendit tonë.